Huda Balje, ish deputete e Kuvendit të Kosovës, prej vitesh gëzon një jetë të qetë familjare dhe një martesë të gjatë me bashkëshortin e saj. Ajo rrallë herë publikon fotografi ku shfaqet pranë partnerit me të cilin ka rreth 30 vite martesë. Në imazhin e fundit, çifti shihet pranë njëri tjetrit në një moment të përbashkët, shkruan kosovarja. Paraqitjet e tilla janë të rralla në profilin e Dudës, pasi ajo zakonisht ndan me ndjekësit për mbajtje që lidhen me aktivitetet e saj publike aq shumë të diskutuara, sidomos gjatë vitit të fundit, ku ajo shpesh pati një rol të rëndësishëm në formimin e qeverisë, e cila nuk u arrit asnjëherë nga Albin Kurti. Në gjirin e Trieste, studiuesit kanë regjistruar një pamje të paparë të një tufe të madhe pëllumbash deti me sqep, që janë edhe në rrezik zhdukjeje, të cilët ishin mbledhur pranë një ferme midhjesh. Edhe pse zbulimi ka shkaktuar entuziazëm në qarqet shkencore, ai ka ngritur gjithashtu shqetësimin në lidhje me dëmin që këto kafsh po shkaktojnë fermerëve. Pamjet e ngjashme me filma dokumentar janë kapur ditët e fundit në fermat e mëdha të midhjeve brenda një rezerve biosfere të UNESCO-s, zonë kjo e njohur për bashkëjetesën midis njeriut dhe natyrës, raporton televizioni kroat. Ekspertët në zonën e mbrojtjes detare Miramare, në bashkëpunim me organizatën Shoreline, kanë arritur të kapin tufën më të madhe të ndonjëherë të pëllumbave të detit me sqep. Se si u shehen ata, në pamje shihen 10 pëllumba deti që dalin në sipërfaqe, duke injoruar studiuesit ndërsa u shehen me midhje. Edhe pse zhytësit dhe fermerët e peshkut i kanë parë herë pas here këto tufa, gjatë 2 viteve të fundit, grupet që me raste ishin deri në 50 pëllumba deti gjatë ditëve të fundit, midis Granit dhe Krizhit, përfaqësojnë një fenomen të pazakontë jo vetëm për gjirin e Triestës, por edhe për gjithë Adriatikun dhe Mesdeon. Shtetet e Bashkuara kanë reaguar me shqetësim të madh ndaj një prove raketore kineze në Oqeanin Paqësor. Në një kohë kur Shtetet e Bashkuara po punojnë më shumë se kurrë për të parandaluar përhapjen e armëve bërthamore, Kina po bën pikërisht të kundërtën, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Tommy Pigott në Washington. Përforcimi i shpejtë dhe i errët bërthamor i Pekinit është shkak për shqetësim të madh për rajonin dhe botën. Ushtria kineze kreu një provë raketore në Oqeanin Paqësor të hënën. Ajo lëshoi një raketë strategjike që mbante një kokë raketore, duke testuar atë në vendin ndetëse bërthamore. Ushtria nuk dha detaje të mëtejshme, duke e përshkruar atë si një stërvitje rutinë. Lëshimi i një rakete balistike ndërkontinentale konsiderohet një shfaqje force, sipas vëzhguesve ushtarak. Kina ka të ngjarë ta përdorë një JL-2 ose modelin më të ri JL-3 në këtë provë të rrallë. Këto raketa u zhvilluan për të lëshuar në ndetëse bërthamore, mund të mbajnë koka bërthamore dhe, varësisht nga lloji, kanë një rrezë veprimi deri në 10.000 kilometra. Sipas burimeve amerikane, raketat balistike ndërkontinentale ranë në paqësorin jugor. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Tajvanit, Joseph Wu, publikoi një hartë të platformës online X që tregon zonën e uljes midis ishujve të paqësorit jugor, Tonga dhe Nauru. Testi i raketës shkaktoi protesta të ashpra nga vendet e rajonit. Ministria e Jashtme e Australisë, Penny Wong, e përshkroi provën si destabilizuese. Ajo tha se lëshimi ndodhi në sfundin e ndërtimit të shpejtë ushtarak të Kinës, të cilit një mungonte transparenca. Japonia dhe Zelanda e Re gjithashtu e kritikuan provën. Qeveria japoneze e bëri thirrje Kinës të rishqyrtojë veprimet e saj, duke vënë duke aktivitetin ushtarak në rritje të Republikës Popullore. Ministri i Jashtëm i Zelandës së Re, Winston Peters, deklaroi se vendi i tij nuk donte që Kina ta përdorte paqësorin jugor si një terren testimi raketash. Por më tepër, nisja e njëkohshme e një stërvitje të përbashkët ushtarake nga Kina me Rusinë shkaktoi kritika.